Është vështirë të arrijet bashkëpunimi në fushën e modës? Po mendoj që është pak e vështirë, se të gjithë e kanë stilin e vetë dhe identitetin e vetë autentik. Deri tash kemi pas? Jo, deri tash nuk kemi pas. Dhe ke ndonjë ide se me kë apo si planifikon ta kemi apo gjithçka ngelet? Jo, nuk kam ndonjë ide, po thjesht jam e hapur për të gjitha bashkëpunimet, po. Besoj duhet gjendet ajo gjua për bashkët e Sirit dhe Po, gjithçka tjetër. patjetër, mendoj. Ndonjë ide më të qartë apo plan qoftë për një koleksion apo diçka që po punojmë tashmë, jemi duke punuar apo jemi në një periudhë pak pushimi? Po, tani sa e kam mbaruar koleksioni. Mendoj pastaj do të filloj me përgatitjet e koleksionit pranver-ver, dhe atëherë do të lancoj përsëri. Mund na zbulosh pak a shumë se çfarë do na përmbaj ky koleksion nëse pak a shumë e dim se. Po përsëri do të mbaj fustana elegant që do të jenë, po do të ndryshoj materiale, do të ndryshoj ngjyrat. E kemi vetëm një ide se cilat ngjyra do të jenë pak më in kur jemi tek pranvera dhe vera vitit 2026? Po dihet që do të jenë më shumë ngjyrat më të gjalla, më të freskëta, si e bardha, për shembull si pinku. Ashtu mendoj.